Roma, mirë se keni ardhur në Shqip, në Dritare Televizion. Kemi një histori shumë interesante sot. Ishte një propozim në fakt që erdhi në email. Ne jemi shumë të vëmendshëm ndaj çdo propozimi, i cili na sugjeroi që të intervistonim Dom Frokzefi në Kosovë për një libër që ai sapo ka nxjerrë, shumë interesant. Libri quhet Shpërngulja e shqiptarëve Kelmendas në Sriem. Është një histori që do doja ta ndanim sot së bashku. Së pari, mirë se erdhët në Dritare, Dom Frokzefi. Mirë se ju gjej, faleminderit në thirrje dhe përshëndetje nga Kosova, juve dhe të gjithë dëgjues të Radio TV Dritare Televizion nga Tirana. Faleminderit. Ju nga flisni? Ku jeni, në Prishtinë? Jo, jam në Biç të Kosovës, komuna e Lipijës. Shumë interesant. Pse e bët këtë libër ju? Pse e bët këtë libër ju? Cila është historia që ju lidh juve me këtë libër, i cili më ngacmoi jashtëzakonisht. Jam shumë e kënaqur që do flasim për të sot. Kjo është një libër, një broshurë e vogël e cila u butue këto ditë në Kosovë, shpërngulja e shqiptarëve Kelmendas në Sriem, të cilët janë shpërngulje në vitin 1737-1739, gjatë luftës austriake kundra turqëve në Sriem, në Austro-Hungaritë e asaj kohës, dhe u butu tash në gjuhën shqipe, kjo u butu në gjuhën kroate para do vite, por tash e ka pasën fatin më butu dhe në gjuhën shqipe si një broshurë e vogël. Por ndryshe do të botohet një libër më e madhe me këtë problematik, me këtë temë shpërngulja e këtyre shqiptarëve Kelmendas në Sriem. Ju keni, cili është pozicioni juaj në këtë rast? Keni studiuar, keni pasur përdorim të një arkive, domethënë si keni rënë ju në gjurmë të kësaj historie? Unë po ta fatë jam student i teologjisë në Gjakov të Kroacijës, ku ishte zakonshme me ardhen i Persi i Kosovës në vizitë Nik Prella, i cili ishte aso kohë i Persi ndihmësi i Kosovës, dhe ai më tregon se në Osijek të Kroacijës në Slavoni ekziston një varr i argjipezit nga Shkupi Mikel Suma, i cili ka linë në Sap, në Bab, fshatin Bab të diocezës Sapës në Shqipëri me 1695 dhe u vorros në Osijek në Kroaci 1777 dhe i Persi më detyroi ta hulumtoj kush është ky i argjipezvi Shkupit, pse ka ardhur në Osijek, pse ka vorrin në Osijek, duke hulumtuar mbi argjipezin e Shkupit hasën e dokumente saj nuk ka ardhur vetëm, por me të ka ardhur në një popull shqiptar Kelmendas, 1200 persona bashkë me argjipezin e Shkupit kanë ardhur në Slavoni, në Austro-Hungaritë e asaj kohe. Po tani, si i bie, në çfarë vendi, ku është Sriemi tani? Në çfarë vendi është Sriemi tani? Në kohët e sotshme, për fat të keq, Sriemi është në Serbi, por në kohën në shekullin 17 ajo ishte pjesë e Austro-Hungarisë. Deri te lufta e dytë botërore ishte pjesë e Kroacijës. Pas luftës dytë botërore ishte pjesë e ish shtetit Jugosllavisë dhe në kohën e fundit është pjesë e Serbisë. Sava është një lom i madh, i ishte kufi në mjet Kroacijës dhe Serbisë, por në Savë ata e kanë ruajtur kufinin e Austro-Hungarisë. Tashti ajo pjesë është në Serbi, në Sriem të Serbisë, në kokën e sotshme, ose në Vojvodin, nëse është më e qartë. Shumë e qartë. Pra në Vojvodin. Në Vojvodin, po. Pjesë e Vojvodinës thirret Sriem më kroatisht, ose në gjuhën serbe Srem, ose në gjuhën kroate Sriem. Na e marrëm këtë variantën edhe në gjuhën shqipe, është Srem ose Sriem, po e plasim si që e plasim kroat Sriem, me i-j, Sriem. Sa kohë ka që ju merreni me këtë studim, me kërkimet? Unë jam 38 vjet me shtar, që 38 vjet mirna me këto shkrime, por edhe si student 6 vjet, do më thënë 44 vjet mirna me këto shkrime, nuk është vetëm ky libër, kjo broshurë,
shpërngulja shqiptare Kelmendas në Srem, po I ka një 20 libra të botuar në gjuhën kroate dhe në kësaj pas që janë botuar në kroatisht, I peshi Kosovës më ka thirrë në Kosovë dhe me bë këtë mision të librat e mia të cilët janë botuar në gjuhën kroate, ti përkthej në gjuhën shqipe, ti përpunoj dhe ti botoj. Është historia e kishës katolike, popullit shqiptar përgjithsisht nga Kosova në shekullin 17, 18 dhe 19. 300 vjet histori popullit shqiptar në trojet tona të Kosovës edhe të Shqipërisë. Pse shkruani në kroatisht? Por unë kom jetu në Kroaci, 38 vjet jom me shtar në Kroaci, tani që 3 vjet jom me shtar në Kosovë, në vendlindjen time, në Pinç, ku edhe tash veproj si pomollitar. Por isha në Kroaci, flisha gjuhën kroate, shkrujta kroatisht dhe I botova në gjuhën kroate për me pasën publikun me I lexu. E tani jam të I përkthye në gjuhën shqipe dhe të I botu shqip. Shumë interesant. Cili është mesazhi që ju keni dashur gjatë gjithë këtyre viteve? E para ajo që ju keni kuptuar nga studimet tuaja dhe e dyta ajo që doni që ne të kuptojmë tani me botimin e librave. Mesazhi është nga historia e Kelmendit që u shpërngulën në Srem, mund të nxjerrimi këtë mesazh për shqiptarët sot. Një popull mund të largohet nga toka e vet, por nuk duhet të largohet kur nga rrënjat e veta. Kelmendasit, edhe pse u shpërngulën larg vendlindjes, ruajtën besimin, traditën dhe kujtesën për prejardhjen e tyre. Të ruajmë gjukën, kulturën dhe identitetin tonë, kudo që jetojmë, sepse një kom vjeton jo vetëm në tokën e vetë, por edhe në kujtesën, unitetin dhe shpirtin e tij. Si çdo vend shqiptar që është shpërngulur në zarë të Kroacisë, në Itali, por e kanë ruajtur identitetin e vet. Do me thonë, të jetojmë në një vend, por nuk duhet të largohemi kur nga rrënjat e tona të popullit shqiptar. Ky është mesazhi edhe I kësaj broshure, edhe këtij emisionit sot. Ta ruajmë identitetin tonë shqiptar kombëtar. Ta ruajmë edhe ta tregojmë. Prandaj edhe jemi në Shqip. Që është emisioni dur për të ndarë me të gjithë Shqipen tonë të përbashkët. Ju keni qenë në Sriem, po e quaj në Vojvodin, keni takuar Kelmendas, pasardhës, domethënë të tyre? E kanë ruajtur gjuhën? Unë I kom takuar në Sriem, I kom vizituar në 2 fshatra ku ata kanë jetuar në Hrtkovci dhe në Nikin, si të Sriemit, të Slavonisë, të Vojvodinës, por pas luftës në Kroaci 1991, shqiptarët Kelmendas nuk jetojnë në Srem. Ata I kanë shpërngulën lufta e Kroacisë dhe lufta e Serbisë dhe janë shpërngulën krejt për Kroaci. Mirë po duhet me thënë të vërtetën se në vitin 1910 fisi Kelmendas, shqiptarët nga Hrtkovci dhe Nikinci në Srem të Kroacisë të asaj koke janë deklaruar se janë kroat. Nuk ka qenë kjo asimilimi me dhunë, por ka qenë asimilimi natyror. Koka e ka bën të vetën duke jetuar me një popull me gjuhën që flitet gjuhën kroate dhe në mesin e tyre ata 1910 janë deklaruar se janë kroat, por e kanë ruajtur prejardhjen se janë shqiptar në lutje, në urat, në përshëndetje, e kanë pasur një kafeteri në Hrtkovci ku e kanë quajtur Skenderbeg dhe figurën, portretin e Skenderbegut e kanë pasur në dhomën, në gostionën, në kafeterien ku e kanë ruajtur në fshat në Hrtkovci.